e kënaqur që sot jam në këtë forum të radhës Ligës së Arsimit të Lartë, ku me shumë kënaqësi konstatoj se tashmë janë vënë piketat për sa i përket një tjetër etape të zhvillimit të arsimit të lartë publik dhe jo publik, edhe në raport me dimensionin që vetë Liga e Arsimit Gjon Dyrahu po vendos në ekosistemin e arsimit të lartë në Shqipëri. Ajo që sot ne po përjetojmë në ekosistemin ton arsimor është një zhvillim me ritme të shpejta. Me ritme të shpejta sa i përket dimensionit të ndërkombëtarizimit dhe profilizimit të universiteteve. Ajo që tha profesor Ruka është më se e vërtet. Ne nuk duhet jemi asnjëherë të kënaqur me çfarë kemi arritur, sepse sot ecet me ritme shumë të shpejta dhe imponimi që teknologjia, digitalizimi, zhvillimi po pasqyron edhe në arsimin e lartë, tregon që ne duhet jemi edhe më shumë ambicioz dhe të ecim pra me hapa dhe me shpejtësi më të lartë për të arritur disa standarde edhe më të larta në arsimin ton të lartë, në universitetet publike dhe në universitetet private gjithashtu. Universitetet private janë pjesë e rëndësishme ekosistemit të arsimit të lartë. Ato luajnë një rol komplementar dhe ecim në një hap duke zhvilluar kështu standarde më të mira të arsimit, duke bërë arsimin e lartë një motor të zhvillimit të shoqërisë, motor të zhvillimit ekonomik, duke krijuar mundësinë që arsimi i lartë të përgjigjet sfidave të kohës, të krijojë dhe të ndërtojë burime njerëzore të afta për t'u përgjigjur tregut të punës, jo vetëm atij kombëtar, po dhe atij global. Pra sfidat e arsimit të lartë sot janë të shumta, edhe pse arritjet janë domethënëse. Ne kemi bërë hapa të mëdha sa i përket akreditimit të universiteteve publike dhe jo publike. Kemi bërë hapa të mëdha sa i përket akreditimit të programeve të studimit. Dhe gjithashtu kemi bërë hapa domethënës sa i përket programeve dëgjuhësh apo programeve me gjuhë huaj, por ende nuk është mjaftueshëm. Sot ne kemi universitete të cilat kanë hapur deg të tyre në Shqipëri, universitetet huaja prestigjioze, kemi Kolegjin e Evropës që finalizoi këtë përpara pak ditësh dhe vitin e parë akademik në kampusin e Tiranës, ndërkohë që kemi hapur për herë të parë një universitet i cili është i modelit të ri, Universiteti Studimeve në Distancë të Spanjës, që ka hapur kampusin e tij në Gjirokastër. Po punojmë fort për të patur një tjetër universitet prestigjioz europian, Universitetin Teknologjik të Kompjenjës, që do të hapi kampusin e tij në Universitetin Politeknik të Tiranës, dhe jam patjetër shumë e kënaqur që universitetet tona private gjithashtu po bëjnë hapa dhe kanë bërë hapa domethënës në programet e përbashkëta të studimit, në diplomat të përbashkëta studimi dhe tu dua që të përmend disa prej universiteteve të cilat kanë bërë vërtet një punë të mirë dhe domethënëse, sikurse është Universiteti Polis me aleancën e universiteteve që bën pjesë. Dua që ta falenderojmë, por nga ana tjetër edhe ta marrim shembull edhe për një tjetër hap të rëndësishëm që ka bërë për një punë të madhe sa i përket rankimit të Universitetit Polis në një platformë pra ndërkombëtare, sikurse është ajo e Times Higher Education. Gjithashtu Universiteti Luarasi duke hapur deg të studimit në bashkëpunim me London School of Economics, e gjithashtu universitetet të cilat po bëhen gati për të binjakzuar apo edhe për të hapur deg të studimit me universitetet të tjera partnere në Europë dhe më gjerë. Për herë të parë në Shqipëri këtë vit gjithashtu hapet një tjetër institucion akademik në bashkëpunim me Rochester Institute of Technology, që hap dyert
pikërisht në Shqipëri, në hapësirën për ato universiteteve private, por ajo që është e rëndësishme është që duhet parë arsimi I lartë si një, si I tërë, dhe për ne është komplementar. Ajo që është e rëndësishme është e para të sigurojmë standardet për studentët tanë, të bëhen universitetet më të hapura, të mundet që të kemi më shumë fleksibilitet kur bie fjala për riorganizimin e programeve, për hapjen e programeve të reja, për të bërë të mundur uljen e burokracive në krijimin e një mjedisi shumë më fleksibël, sepse ajo që kërkon sot koha është të jetë edhe universiteti më fleksibël, po paralelisht të krijojë dhe të ngrejë burimet njerëzore të nevojshme për t'ju përgjigjur sfidave të kohës dhe programeve që duhet të ndryshojnë. Shumë më shumë interes ka patur nga të gjithë universitetet për të aplikuar në fondet e qeverisë, por edhe në fondet europiane, sa I përket kërkimit shkencor dhe zhvillimit, është një tjetër aspekt shumë I rëndësishëm. Universitetet janë bazat kërkimit shkencor dhe si të tilla duhet që të kenë akoma më shumë kanë potenciale, por duhet të shfrytëzojnë akoma më shumë edhe në aspektin e kërkimit shkencor, sepse këto janë ato piketa që vërtet krijojnë atë standardin e lartë që ne duam që të shikojmë për universitetet tona në vend, dhe jam e kënaqur që në këto vite edhe universitetet jo publike kanë arritur që të përthithin fonde nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit. Janë 50 projekte përgjatë 2023-2025 që janë përthithur nga universitetet jo publike. Vetëm në këtë vit kemi financuar më shumë se 180 projektet kërkimit shkencor të inovacionit, ku një pjesë e tyre janë dedikuar për universitetet për hapjen e laboratorëve të rinj, duke zhvilluar dhe duke mbështetur kështu infrastrukturën e kërkimit shkencor, shumë e rëndësishme për të thelluar në aspektet për atë kërkim zhvillimit. Me biznesin gjithashtu është shumë e rëndësishëm bashkëpunimi dhe ngritja në një nivel më të lartë të bashkëpunimit mes universiteteve, mes biznesit, dhe patjetër që kjo është një synim I ynë dhe do të ketë edhe më shumë mundësi për mbështetje dhe me bërjen efektiv të një tjetër instrumenti ligjor, që është ligji I shkencës dhe kërkimit shkencor në Shqipëri, ku ne jemi duke punuar për plotësimin e gjitha akteve nënligjore në mënyrë që ky ligj të bëhet sa më shpejt efektiv dhe të mbështesë jo vetëm universitetet, po të mbështesë në tërësi të gjithë institutet, njësitë e kërkimit shkencor, të krijojmë qendrat e ekselencës, të mbështesim ato financiarisht, të motivojmë edhe më shumë bashkëpunimin jo vetëm ndëruniversitar, por edhe ndërinstitucional, por edhe atë me biznesin, dhe sidomos të qasemi drejt projekteve të Bashkimit Evropian në një mënyrë sa më efektive dhe të kemi mundësi pra që ne të përfitojmë sa më shumë jo vetëm të transferimit të teknologjisë, po nga ana tjetër të zhvillojmë kapacitetet tona njerëzore. Sfidat janë të shumta, unë besoj që edhe për ligën e arsimit John Durahu, besoj që ka një sfidë përpara, që është dhe sfida jonë e përbashkët, që lidhet me ndërkombëtarizimin dhe me profilizimin. Kur flasim për ndërkombëtarizim, ajo që ne nënkuptojmë është ta bëjmë arsimin ton një arsim me standarde sa më të larta, të përafruara me standardet më të mira të Bashkimit Evropian. Flasim për ndërkombëtarizimin, themi që duhet kemi më shumë programe të përbashkëta studimit, më shumë diploma dyfishe, në mënyrë që diplomat tona të jenë sa më të vlefshme, në mënyrë që ne të bëhemi konkurrues në tregun e brendshëm, por edhe në tregun e jashtëm. Dhe në këtë pikë, unë besoj që ka ardhur koha të kemi një strategji të integruar të ndërkombëtarizimit, një strategji e integruar e cila të përfshi edhe aspektin e promovimit të Shqipërisë si destinacion akademik. Për këtë duhet punojmë fort. Dhe tashmë që janë hedhur bazat me reformën që tashmë ka ndodhur të arsimit lartë në këto 10 vite dhe ku tani kuptojmë çfarë duhet bëjmë edhe më mirë nga ato që kemi bërë, ku duhet synojmë të investojmë dhe më shumë, besoj që ne mund t'ja dalim që
në vitet që pasojnë ta kthejmë Shqipërinë në një destinacion akademik. Është e mundur sepse burimet dhe potencialet më të mira njerëzore i kemi këtu. Besojmë shumë që kemi praktika shumë të mira për të ndarë me njëri tjetrin, ndaj edhe kjo ligë është një organizëm i gjallë që gjallon pra dhe që mundet që të ndaj eksperienca, mund ndaj praktikat më të mira me njëri tjetrin, po nga ana tjetër të ftojë në bordin e kësaj lige dhe struktura ndërkombëtare që të mundet që ta ushqejnë me risitë e kohës dhe për të ecur më shpejt në këtë objektiv strategjik sikurse është ndërkombëtarizimi. Duhet që të punojmë më fort për shërbimet për studentët. Dhe besoj që tashmë edhe për universitetet jo publike ka ardhur koha që ta shohin këtë aspekt edhe më të orientuar drejt mbështetjes të studentëve vendas, por edhe hapjes drejt studentëve pra të huaj që të mund të studiojnë në Shqipëri duke krijuar kushtet dhe mundësitë. Pra kur flasim për promovim të përbashkët të Shqipërisë si destinacion akademik, flasim që vetë këto organizma, sikurse është Liga, të mundet ta promovojnë Shqipërinë me gjithë ato që ofron, por edhe çfarë ofrojnë vetë universitetet, duke i bërë programet jo të mbivendosura me njëra tjetrën. Prandaj është e rëndësishme që çdo universitet të ketë një profil të vetin, të ketë fokus në një drejtim i cili të jetë komplementar në treg, pra duke mos patur mbivendosje të programeve të studimit, ne kemi mundësi që ta kemi edhe më të larmishëm ofertën akademike, dhe ajo që besoj unë është e rëndësishme, shërbimet për studentët nuk duhet të neglizhohen, sepse është e rëndësishme që ne të kemi rezidenca studentore që të mundet të jenë jo vetëm të gatshme që të mirëpresin student vendas patjetër, por edhe të huaj, edhe në strukturat e arsimit jo publik, por ajo që ne jemi duke bërë si Ministria e Arsimit, bashkëpunim sigurisht edhe me bashkitë, është që po incentivojmë rezidencat studentore që të dalin përtej atij kuadrit formal, por të kenë mundësi që këto rezidenca t'i përdorin dhe për studentë të huaj dhe për ekipe të pedagogëve që mund vinë t'i japin për një farë kohe pra mësim në Shqipëri, duke e bërë pikërisht më fleksibël, më organik, më dinamik dhe këtë hapësirë të arsimit lartë, e cila besoj që përposta ekselencës akademike duhet që të ofrojë dhe shërbimet e nevojshme për studentët dhe për profesorët të huaj, që të vinë pra të studiojnë studentët dhe pedagogët të vinë të japin pra leksione dhe të jenë pjesë e arsimit lartë në programe të ndryshme studimi. Ajo që dua në fund të them është se ne duhet bëjmë për të arritur këtë objektiv strategjik, pra Shqipërinë si destinacion akademik, ne duhet që të ecim më shpejt drejt akreditimit të programeve të përbashkëta të studimit dhe gjithashtu dhe programeve në gjuhë të huaj. Të paturit e këtyre programeve të akredituara, jo vetëm që krijon besim tek studentët vendas dhe tek studentët e huaj, po nga ana tjetër na jep ne edhe mundësinë që këto programe të mundet që t'i promovojnë përtej kufive të Shqipërisë, duke e vendosur Shqipërinë në hartën pra e vendeve që mundet që të zhvillojnë një potencial të ri atë të destinacionit pra akademik, dhe që ne duhet këtë gjë ta bëjmë realitet duke bashkëpunuar së bashku. Nuk dua të zgjatem më shumë, përveç se t'ju uroj shumë suksese në këtë forum të radhës të Ligës së Arsimit Gjon Durahu. Të them se ky forum dhe ky format do duhet të zhvilluar më shumë, më shpesh, edhe duhet që të jetë edhe më e gjerë, pra kjo tryezë e bashkëpunimit, duke ftuar dhe universitetet të tjera dhe duke ftuar gjithashtu edhe organizma ndërkombëtar për ta pasuruar edhe më shumë agjendën e këtij forumi. Shumë faleminderit edhe suksese.